A mendoni se çdo burr dhe grua duhet të kenë të drejta të barabarta? Nëse përgjigjja juaj është po, atëherë ju jeni për barazi gjinore. Po pse ky koncept ka krijuar kaq shumë shqetësim dhe paragjykim kohët e fundit? Së fundmi, disa fletpalosje të shpërndara në një shkollë 9-vjeçare në Tiranë nga shërbimi psikosocial kanë kthyer sërish të njëjta spekullime. Por le ta analizojmë së bashku se çfarë përmbanin këto fletpalosje, të cilat alarmuan jo vetëm prindërit, por dhe grupet që evokojnë mbrojtjen e familjes tradicionale. Në fletën e parë, lexohet qartë, luftoni stereotipet duke përfshirë edhe tuajin. Koncepti se gjinia është konstrukt social nuk është shpikur nga shërbimi psikosocial i shkollave 9-vjeçare në Tiranë. Ky shpjegim njihet nga kuadri rregullator i strukturave ndërkombëtare perëndimore, si Bashkimi Evropian apo dhe Organizata e Kombeve të Bashkuara. Më tej fletpalosja shpjegon se turpi ndaj trupit është sjellje e mësuar. Të gjithë jemi të vetëdijshëm se komentet, bullizimi dhe presioni mbi mënyrën se si dukemi ndikojnë në zhvillimin tonë, në mënyrën se si e shohim veten dhe se si i qasemi shoqërisë. Të dëgjojmë dhe të mësojmë nga fëmijët tanë, ishte mesazhi në një fletpalosje tjetër. A nuk ishte filmi Adoleshencë ai që tronditi bot kuptimin prindëror, duke treguar se sa pak prindërit i kuptojnë fëmijët e tyre? Përshafoni modele të ndryshme, është një tjetër mesazh i shpërndar. Çfarë do thotë kjo? Do thotë ta pranojmë tjetrin pavarësisht ngjyrës, etnisë apo gjinisë. Në një botë që po globalizohet gjithmonë më shumë, ku jemi ne ata që emigrojmë, por po ashtu presim punonjës dhe turistë nga gjithë bota, a nuk duhet të mirë kuptojmë dhe përshafojmë diversitetin? Prandaj njohja e fëmijëve me të ndryshme nga vetja është hapi i parë drejt një bashkëjetese të suksesshme në komunitet. Një tjetër mesazh i fletpalosjes është ndarja e punëve të kujdesit. Vajzat dhe gratë shpesh duke marrë përsipër shumë detyra të kujdesit, si për shembull pastrimi, gakimi, përgjysmojnë apo humbin shanset e tyre në edukim, punësim dhe karrierë në raport me djemt dhe burrat. Barazia gjinore synon qartësisht një ndarje të barabartë të detyrave dhe të kontributeve familjare. Dhe së fundmi të fuqizoj fëmijët që të flasin hapur. Shpesh gratë dhe vajzat kanë më pak hapësira në sferën publike, përmendim këtu politikën, median e tjerë, për shkak të mivendosjes së djemve të burrave. Pas këtyre pikave që analizuam nga fletpalosja, na shkruani ju në koment se cila nga këto pika do të ishte e padrejtë për të ndarë me fëmijën tuaj.